Shumë çështje po shkojnë në kushtetuese. Në fakt, i fundit i rëndësishëm ishte ai për kryetarin e Bashkisë Tiranës. Mirëmëngjes, ju lutem, uleni zërin e televizorit. Ju lutem, përshëndetje. Mirëmëngjes, Andi. Mirëmëngjes, ju dëgjoj me vëmendje. Lidhur me protestën. Po. Do të thotë që është Berisha është bërë vetë qesharak, po bën edhe për zonë qesharake. Ajo protesta atje, i sigur janë 2 brigada foragjerë dhe një ferm, edhe janë ndezur. Tani me këta protestues dhe rëzoj Edi Ramën. Me çfarë se nuk po të dëgjoj fort mirë, nuk e di. Edhe njerë, me çfarë thatë që do e rëzoj? Me 200 vete do e rëzoj qeverinë e Edi Ramën. Me 200 vete, e kuptova. Atje janë 2 brigada pune. 2 brigada, okej. Diçka tjetër po? Nuk kuptoj një gjë, me PD ka një është ateisi që vazhdon të drejtoj akoma tani Berisha po zënë. Një 82 vjeçar. Të zgjedhur Alena fundi po të bëhet president ku janë një krizën e të zotë presidenta. S'na bëhet ajo çfarë bën këtu. Dakor, mirë. Po e shkaton, ai ka vënë vetë detyrë të shkatoj për mundimin po zën, pastaj do ikim bashkë. Faleminderit, përshëndes për telefonatën, sepse nuk e di ndoshta ishte problemi, po fort mirë nuk po ju dëgjoja, ndoshta edhe zgjoheshin edhe në ekran. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, ecim me një tjetër opinion. Përshëndetje. Përshëndetje, ju lutem. Ju dëgjoj me vëmendje dhe me kënaqësi, mund të vjoni, kam përshtypjen që jemi në bisedë